Besfort Lamallari, ministri i punëve të brendshme, dha detaje se çfarë masash ka ndërmarrë policia e shtetit pas njoftimit të ambasadës amerikane ku paralajmërohet se grupet e lidhura me Iranin mund të shenjastrojnë subjekte të lidhura me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose elemente të opozitës iraniane në Shqipëri. Vendi Ynë, shprehur ministri Lamallari, prej kohësh ka marrë masat e nevojshme në bashkëpunim me agjencitë ligjzbatuese dhe partnerët ndërkombëtar. Për përdorimin e molotovëve nga opozita gjatë protestës, Ministri i Punëve të Brendshme deklaroi se urdhëruesi dhe organizatorët e grupit Molotov Hedhos do të dënohen sipas ligjit, pasi kanë rrezikuar jetën e qytetarëve dhe të efektivëve të policisë së shtetit. Ku jo vetëm kemi bërë vlerësimin e riskut, por edhe një plan masash lidhur me jo vetëm sigurinë publike në sheshe publike, në vendodhje me rëndësi kritike, por dhe infrastrukturën kritike në tërësi, dhe ku përfshihen të gjitha agjencitë ligjzbatuese dhe të inteligjencës, secili ka rolin e vet. Policia e shtetit është me masa të shtuara sigurie në këto vendodhje të cilat konsiderohen me rëndësi kritike për sigurinë e tyre. Dhe kjo ka ndodhur shumë kohë më parë, duke marrë në konsiderat gjithë zhvillimet në lindjen e mesme dhe duke marrë dhe parasysh dhe reagimin publik të ambasadës. Sigurisht pata komunikimin dhe kërkova nga struktura përkatëse të policisë së shtetit, përfshirë drejtorinë antiterror, policinë kriminale, si dhe sigurinë publike, për të më informuar lidhur me masat që ato kishin marrë dhe komunikimet që kanë patur me profesues të ambasadës. Nga informacioni i përcjellur nga natyre, është bërë me dije se së pari nga komunikimet që kanë patur me profesues të zyrës së sigurisë së ambasadës, është konfirmuar se ky është një lajmërim standard që është bërë edhe në vende të tjera të botës, përfshirë dhe të Bashkimit Evropian,